Forcimi i vazhdueshëm i lekut përkundrejt euros e politika më të konsoliduara fiskale, po e mbajnë borxhet publik të Shqipërisë në valutë huaj para niveleve më të ulta historike. Në mesin e vitit 2026, borxhi në monedë të huaj përbënte 40.1% totalit të borxhit publik, ndërsa borxhi net i jashtëm mbeti qëndrueshëm rreth 5.6 miliardë euro. Rënja e mëtejshme e kursit euro-lek gjatë verës ka ulur si vlerën e këtij borxhi në monedë vendase, ashtu nga peshën e tij të përgjithshme. Paralelisht, treguesat e tjerë të rrezikut financiar kanë shënuar përmirësim të ndjeshëm falë të seafateve të maturimit nga Ministria e Financave. Rreziku i rifinancimit të borxhit të brendshëm ra në nivelin rekord më të ulët për 33.4%, ndërsa maturimi mesatar u rrit me 1.179 ditë. Si rezultat i këtyre faktorëve, borxhi i përgjithshëm publik ka zbritur nga niveli rekord prej më shumë se 74% të PBB-s në vitin 2021 në 54.02% në mesin e vitit 2026.